Janë aktivizuar autoritetet një ditë pas raportimit të kohës se shteti pagoi 66.000 euro në emër të heqjes së inventarit nga objekti i Ministrisë së Bujqësisë, në një pjesë të së cilit AAK-ja pati selin. Të njëjtën kjo ministri është bastësisur nga policia. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale, hetimet janë autorizuar nga Drejtoria e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit me qëllim të mbledhjes dhe sigurimit të provave për të sqaruar rrethanat. Zyrtarët e ministrisë sipas njoftimit dyshohen për përfshirje në veprat penale, keqpërdorimi i pozitës zyrtare, keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik dhe falsifikimi i dokumenteve. Koha ka raportuar se 66.000 euro të buxhetit të shtetit janë dhënë një konsorciumi për të larguar inventarin nga objekti që ndodhet në Ulpian e për vite me radhë pati selin AAK-ja. Ministria pagoi nga 2.000 euro për heqjen e mobileve nga secila prej 33 hapësirave të ndërtesës, përfshirë salla, korridore, banjo të katit të dytë dhe nga podrumi. Një video dëshmon se hapësira e shkallëve edhe ato në bodrum ishin të pastruara dhe në to nuk ishte orjendi. Autoritetet nuk treguan për zyrtarët e dyshuar, por menaxheri i kontratës me inicialet BD është parë i shoqëruar nga pjesëtarët e policisë. Nga selia e ministrisë janë parë edhe dokumentet që kanë nxjerrë hetuesit. Koha ka kërkuar 10 ditë më parë nga Ministria e Bujqësisë që të lejohet qasja në objekt për të parë nga afër punimet që janë bërë aty dhe për të vërtetuar gjendjen faktike në terren, por ka munguar një përgjigje për këtë. E në videot e siguruara shihet se bodrumi që ishte pjesë e kontratës për renovim, edhe pse nuk shfrytëzohej nga AAK-ja, është pastruar para se të largohej kjo parti nga ndërtesa dhe se në të nuk kishte inventar. Shuma e njëjtë nga 2.000 euro u dha edhe për tualetet që nuk ishte inventar. E krahas kësaj për secilën nga to u pagua dhe për demolimin e elementeve sanitare. Vetëm për njërin nga to u paguan 1.500 euro. Kontrata në vlerë 359.000 euro është lidhur me konsorciumin e përbërë nga kompanitë Limit Projekt dhe Lorn. Bazuar në të, krahas heqjes së oriendive, duhet kryer edhe renovimi i rreth 600 metrave katror dhe të bëhen intervenimet në kulm. Krahas kësaj është lidhur edhe një aneks kontrat në vlerë rreth 9.000 euro. Shkak për këtë, sipas ministrisë, ishin gabimet në paramasat të bëra nga projektuesi.